Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka kërkuar që të mos krijohet figura e LDK-s si refuzuese në gjithçka. Ai në Debat Plus të Dukajgjinit tha se po respektojnë vullnetin e qytetarëve, e madje sipas tij të kalon radha e të parët. LDK do ta vendosë a do ta marrë një përgjegjësi për të qeverisur apo jo. Mos e krijoni figurën e LDK-s, që duket një LDK që refuzon gjithçka, është e pakënaqur me secilin, dhe mbi të gjitha nuk ka zgjidhje se si mund të dalin përpara, sepse ky nuk është pozicioni ynë i tanishëm. Ne respektojmë vullnetin qytetarëve dhe besojmë që pasi kalon edhe radha e të parët, do të vendosim a marrim një përgjegjësi të tillë apo jo. Atëherë mund të na gjykoni, deklaroi Abdigjiku. Në asnjë moment nuk e kemi mbyllur derën për opozitën, po e them edhe një herë i takon të parët. Preferojmë të qëndrojmë në opozitë, respektojmë vullnetin qytetar, por Kosova ka nevojë për një qeveri stabile drejt së ardhmes. Nuk e përjashtoj mundësinë që pas dështimit ne të ulim edhe një herë dhe të themi tani duhet të marrim iniciativë më stabilitet institucional. Por kjo është një fazë që vjen pas dështimit të parë, ka thënë Abdigjiku.